Pas erës së re, komente më të shumta janë si do ja bësh ti tani, s'ke makinë, s'ke asgjë. Ndërkohë ti e luan, vazhdon edhe këtë lojën si t'ja bëj unë tani me pjesën e makinave. Po ndërkohë ti ke mundësi nga TikToku të bësh. Njerëzit do e kuptojnë me kalimin e kohës që jo çdo gjë është ashtu siç unë e nxjerr në TikTok apo siç unë e kam reklamuar, por që do më thënë do ja lekos çdo gjë, do e kuptojnë vetë si ka qenë mua. Shiko, ka diçka në fakt, sepse duke folur për të mrekullinë që ti realizove, pra një fabul, me gjithçka, domethënë, kjo fabula tani njerëzit janë varur nga ajo fabula. Ti ke krijuar atë serialin që dëgjoja unë. Pa. Të Hatit. Hati u bë, më thoni një emër të famshëm seriali turk. Me Nekshe, pra desha një emër se mund më vinte Zhadia nga Brazili, po. Zhadia, pra një Zhadë, një Menekshë, pra ti ishe Menekshëja, ti je Menekshëja, ajo vajza dhe ke gjithë ti pare, vajza e bukur, vajza me këtë historinë, edhe vajza edhe guximtare në atë llojin tënd. Tashi njerëzit ngelën dhe video e parë ku njerëzit ishte video, ti the 4 milion, kush mori makina? 5 makina, po. 5 milion, se numërova unë. Numërova, dhe më thëmë, ka numëro TikTokus, të ishte një kohë shumë e gjatë për numëruar. 5 milion ka qenë një video që më ka dalë dhe mua. Dhe ishte vetëm një moment. Tani, duke qenë se jeta, dhe sidomos e brezit tuaj, është virtuale, dhe është dhe virtuale, është dhe reale dhe virtuale. A ishte një moment që për mua ishte fantastik. Unë po e quaj, për ty ishte i vërtet. Për mua ishte sa bukur e ka bërë. Kurse për ty ishte i vërtet. Apo jo? Gjithë kanë menduar që ajo video është bërë për marketing. Edhe unë, edhe kur erdhe në zyrë thash, është e vërtet. Shumë vërtet, të gjithë edhe shoqëria ime. Gjithë, domethënë çdo lloj njeriu që unë njoh apo e kam edhe pa njohur fare, edhe komente që kam lexuar, mesazhe që më kanë ardhur, gjithë nuk e besojnë. Kur nuk e kanë besuar, edhe akoma dhe sot që janë për 3 muaj nga postimi i videos, më thonë që nuk është e vërtet. Nuk duam ta besojmë. Po, se vazhdoj shoh, po është e vërtet. Edhe këtu te vila asnjë nuk e besonte. Po është e vërtet. Më kërkove dhe u do ta respektoj që mos flasësh shumë. Për çapo ndodh, për procesin. Vetëm se ishte një kohë, duhet për pjesën para, atë pjesë që ndoshta ke nxjerrë, një njohur që e vogël. Që 16 vjeç. Kështu gjëra ndodhin. Ti vetë si ndihesh? Ndihem shumë mirë. Çdo gjë do kohën e vet. Jam në një healing process. Por që jam mirë, jam okay. Jeta vazhdon, jam e re. Si kalon të, se përmendet detin, përmendet edhe shpejtësinë e makinave. Kemi parë që u thon, kush është si funksionon healing process për ty? Ç'a bën ti me veten? E para do ishte lidhja me Zotin. Besimi me Zotin të bën, domethënë kur ke një lidhje shpirtërore të fortë me Zotin, çdo gjë kalohet. E ke më të lehtë për ta kaluar. Pastaj format se si e delegon këtë gjë varet deti. Deri diku ka qenë shpejtësia me makinë, po tani me thënë drejtën jam qetësuar shumë, kam rënë. Do bësh mirë, lutem. Nuk jam shumë tip që flije për gara apo për gjëra. Çdo gjë është edhe me moshë, mendoj. Kur fillova edhe pjekesh pak, sikur të dalin qefit ato gjëra. Ora, tash normal që do ketë një moment që të vjen natyrshëm ta shtypësh pak më shumë. Unë të thash ty se unë kam qenë vetë ashtu. Edhe jam ndonjëherë, po nuk është me moshë, është kur bëhesh me kalamaj. Fillon edhe zbutesh. Para saj të do prapë. Po që ka vetëm pak një 2-3 muaj ndoshta. Do rikthehem prapë. Kështu që e ke, domethënë, e kalon me Zotin. Ka ndonjë shprehje për shembull që e ke tënde nga Kurani që të frymëzon ty? Po, është një shprehje shumë e bukur që thot përkthimi, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe gjithmonë Zoti nuk të sprovon më shumë se ç'ti mund të mbash, se ç'ti mund të durosh, edhe çdo gjë vjen për një arsye. Do më japi një mesazh, diçka do më kthehet. Domethënë nuk e marr asnjëherë për tërë apo të them ka hapur luftë çfarë ka Zoti me mua, pse vetëm mua. Kur nuk e kthej asnjëherë personale të thuash me figurën e Zotit. Çdo gjë është mësim.
jeta ka sprova, ka ulje ngritje, edhe këtë gjë do e marrë edhe do e kthin forcë për në vazhdim. Po familja, jam kurioze, duke qenë se tashi duke marrë gjitha aludimet e njerëzve që në familje me besim, kur janë shumë besimtar, ndarjet e këto nuk janë të mirë pritura. Familja atë ka mbështetur në këtë proces, si ka qenë? Vendimi ka qenë i imi, normalisht, edhe familja do lumturinë time. Dhe përderisa mua më shikojnë që jam e qetë, jam e lumtur, dhe ato janë të lumtur. Jo, kjo është shumë e mirë, po ti vetë, domethënë, the që e gjen pjesën e lumturisë përmjet Zotit, po kjo pjesa ku ishte kjo, si thuash, kjo fabul në marrëdhënie me njerëzit që nuk i njeh, po me njerëzit që shkruajnë. Kjo të ka mërzitur pak ose të ka penguar apo të ka lodhur fakti që njerëzit duan të dinë çfarë po ndodh, duan vazhdimin e serialit ku është. Si ke marrë, si ke trajtuar këtë? Në fakt, unë marr pafund mesazhe të tilla, por nuk u kthej përgjigje. Unë mundohem që ta nënkuptoj diçka. Domethënë hedh nga një video, në një këngë, teksti, në një gjë kështu, edhe kush bën ca llogari i merr ato mesazhe në fund ditës. Nuk kam nevojë që çdo gjë të thuhet, në një gjë edhe nënkuptohet. Paktën me këtë filozofi kam qëndruar në rrjetet sociale, nuk dua të flas shumë, sidomos për gjërat e mia personale, se jo çdo gjë ndahet. Edhe preferoj të mbaj këtë heshtjen, edhe kaq. Ajo video është postuar në shkurt, ka kaluar vetëm 3 muaj, unë kur që të flisja për divorcin tim u desh në 2 vjet. Kështu që unë të mirë kuptoj shumë mirë, që ka një proces. Edhe ti faleminderit që erdhe sot tu, kaq që dhe unë besoj, nuk do ta respektoj këtë gjë, sepse ka një proces, edhe gjithë ai procesi është proces i gjatë, kështu që patjetër që nuk do të flasim, nuk do ta vazhdojmë të tepër te kurioziteti të njerëzve, njerëzit megjithatë është interesante tashmë që ti je hati, është full hati, 100% hati në TikTok. E mban një çik të pjesën, i ngacmon njerëzit gjithkohë, se ke shumë qejf të pjesën, ngacmon si do ja bëj unë tash, do iki vetëm, këto janë lule që ja bleva vetes. Kjo gjë është dhe kjo gjë ka qenë reale, ëh? Po, shumë vërtet. Gjitha. Domethënë, okay, mund të kenë ndonjë element pak të hiperbolizuar apo një gjë pak fantashkencë, po përgjithësi kjo ka qenë jeta ime. Thjesht një gjë është të zmadhuar, një gjë është zvogluar, një gjë është të përmendur fare, po përgjithësi kjo ka qenë. Domethënë nuk kam shtuar, nuk kam hequr një gjë që me vërtet është ashtu. Nuk kam dashur kur të nxjerr lajme pa qenë me të vërtet. Ajo është jeta ime, unë kam darë çdo gjë me ndjekësit, edhe do ishte jo e drejtë mos ndaj edhe një gjë që po më ndodhte me jetën. Edhe nuk është as për turp, as për ndonjë çudi. Ka ulje ngritje, edhe do pranojmë këtë. Kjo ka qenë shkruar, tani vetëm duhet të përmirësohemi gjithmonë për më mirë. Shiko, ti je një gozë shumë artikuluar edhe ke arritur një sukses të paktën në këtë botë në 2025 që matet edhe suksesi virtual, se ka me qindra mira në botë që po e shfrytëzon dhe ka arritur një sukses të moshë të vogël, por unë duke thënë nga kjo tavolinë, nga mosha ime, je e vogël. E di. Dhe je e vogël. Pra ti ke filluar një histori dhe pati një histori serioze e vogël. Po. Dhe 16-19 për mua është shumë e vogël, kështu që unë edhe të tërë moshatarët e brezit tim, ne jemi më dukesh romantike mua kështu. Ç'është dashuria për ty? Është shumë temë thellë, filozofike. Ta thjeshtësoj unë këtë. Ç'është një gjë që do të bënte për vete? Se në çdo gjë që na ndodh neve dhe na ndodhin të tërëve shumë gjëra, marrim leksionet tona. Ti ç'a ka një gjë që për shembull ose s'do bëj kompromis ose më thënë drejtën, jam në një moment që jam kështu në mosbesim të dashurisë. Për mua, e di që ekziston diku, ose në për disa çifte që me të vërtet ta transmetojnë atë dashurinë që nga telefoni, i besoj për atë çka ata kanë, ama tek vetja për momentin dashuria më duket si diçka që nuk ekziston, diçka shumë hynore. Edhe nuk di të them një fjalë çfarë mendoj unë për dashurinë apo çfarë është dashuria për mua. Është diçka shumë delikate, por që
paktën nuk është si kam humbur shpresat për dashurinë, domethënë kam premisa, jam e vogël, që kështu. Mos si me s'është e bukur. Por ajo që kur e filluam të bisedë filluam me ty të qenit vajzë mesme, që kthejmë fjalën, domethënë nëse i ke mendimin tënd e ke. Dhe në përballje me babain, që është figurë mashkulli, domethënë autoritare në familje. Dhe në familjet islame është një figurë goxha e padyshim dhe gruaja të dy janë të respektuar, por unë gjithmonë kur përshkruaj kur flas për Islamin, do përdor gjuhën e atyre që nuk kanë ndonjë njohuri shumë të thellë për Islamin, po njohuria e përgjithshme. Kush është një burr ideal musliman? Sepse ti patjetër që musliman do. Po. Pra nuk do besoj që e vendosur që të jenë një burr musliman gjithmonë, pra ti je brenda fesë. Ashtu duhet. Ashtu do ishte e mirë. Ashtu do ishte e mirë. Po nuk i dihet jetës se ti rebele. Si dihet, prandaj po them, ashtu do ishte e mirë. Nuk e di fare çfarë ndodh me ty. Por po marrim burrin musliman. Do shta duke parë edhe jetën tënde, figurën e babait. Kush është një burr musliman për ty? Edhe fakti që ti je rebele vet. Pra, një burr musliman që do të donte ty, si duhet ishte në 2025? Po hapim audicionet. Jo më jos është e vogël, jo nuk do hapim audicionet tani, Hati lëren i rahat, Hati është e vogël. Për mua, unë kështu do e them, 19 vjeç. Hati të merr me TikTokun, të bëj udhëtimet e veta, të blej çantat që do, sepse fiton vet. Asun s'kam menje me të drejtën. Tash Por që me që po bëj muhabet kështu. Me që po bëj muhabet atëherë. U ta pishi got ujë, se ti nuk pias alkol. Qa është burri musliman ideal për ty? Dhe jam shumë kurioze sepse dua të di dhe për te para gjykimeve, më shumë duke që se të kam ty këtu një vajzë me shami, por edhe moderne. Burri musliman, si fillim duhet jetë praktikant, pra jo vetëm musliman me emër, të më respektoj, t'i di kufirin, të di edhe kufirin e vetë, po edhe timin, dhe më thonë, të respektojmë njëri tjetrin aq sa duhet, feja shumë e rëndësishme, të ketë edhe ai tjeti përmbushur nga ana e besimit, edhe unë me timen, pjesën time, pse jo të praktikojmë të dy fen, do ishte që shumë e bukur, shumë gjë e bukur. Pastaj të më respektoj, të më doj shumë, të vdesi për mua. Se mos desim me të qeshur, kaq të bukur, ha? Kështu dua, domethënë dua që të jetë i dhën, koke këmbas meje. Edhe të përgëdhelin çik tash. Po, normal. Domethënë kështu e dua. Edhe pastaj ajo pjesa e besimit. Liria. Si është, domethënë ku te kjo pjesa e kufirit, domethënë. Domethënë unë e di shumë mirë deri ku e kam kufirin, dhe ai ta di kufirin e tij, dhe çdo gjë, jo çdo gjë duhet të folur në çift, mendoj unë. Në gjë edhe duhet të nënkuptuar që e bën këtë, mos e bëj këtë, kjo gjë duhet, kjo gjë s'duhet. Unë jam tip i lirë në përgjithësi, jam edhe ekstroverte, si që tash, kam edhe shoqëri, edhe ma do dhe puna t'jem pak. Edhe në qofse një mashkull dhe ketë problem, ose është pak, si them, nuk ka vetë besim, atëherë është një pikë kyçe që nuk e bën të funksionojë marrëdhënien. Po për shkak thoshte ai ishe TikTokun, ç'është kjo se nuk e do feja. Ja, domethënë ti po njofte më mua, më ke njohur. Tani tuti do më kesh njohur nga TikToku, patjetër më ke parë diku. Qose dhe je shqiptar normal. Patjetër që më ke parë. Nga sot. Por prisni edhe nga 3 vjet. 3 vjet nuk e lë unë Hatin. Patjetër që ti më ke parë mua, që kështu përderisa ty të ka bërë përshtypje TikToku im dhe të ka pëlqyer për të më folur, atëherë kjo nuk do të jetë diçka e keqe për ta mbyllur në të ardhmen. Pse jo, unë kam qejf në bëj për pasion. TikToku është pjesë e jetës time dhe nuk e shikoj si diçka që do e mbyll në të ardhmen. Si dihet? Po ti për shembull ka kombinime, për shembull në Turqi pjesa më e madhe e grave nuk punojnë, që është një vend musliman. Edhe në shumë vende tjetër muslimane un kam pasur, të ta thash dhe historinë që në shkollë kam pasur 4 vjet shoqe ngushtë nga Arabia Saudite, ku nëna saj nuk punonte dhe shumë gra nuk punonin. Tani kanë filluar të japin makinës para ca viteve se kështu që dhe në konceptin e shumë familjeve, nëse mund të jetë shqiptar, mund të jetë i huaj, gratë nuk punojnë. Ti do bëj pak me këtë gjë, nëse ai do të ishte financiarisht do thoshte shiko rri se merrem unë. Është bërë edhe unë do bëja. Unë do bëja. Është bërë trend kjo housewifing. Tani varet sa do nëse e bëm pak. Do dalin për udhime. Shiko, ëndra janë se mos u vinë në cikletë, edhe unë për shembull do doja.
Shiko, me thënë drejtën, unë kam 2 vite që kam ekonominë time, jam e pavarur, edhe nuk është se kam mendjen aty, qofse ti ke shumë, atëherë më ke marr. Siç thash në fillim, dua të ndjem e vlerësuar, dua ta di domethënë çfarë vlerë kam tek personi dhe se si më vlerëson, se si do më trajtoj. Është shumë e rëndësishme për mua se si do më trajtoj dhe se sa vlerë kam tek ai, ndryshe çdo gjë tjetër që ky mund të ketë si background, për mua më bie direkt. Domethënë, nuk më intereson as sa pasuri ka, apo se kush është, apo se me çfarë është marr, mua nuk më intereson fare nëse mua nuk më vlerëson, edhe të më shikoj si gjën më të lartë që mund të ketë në jetë, kupton? Unë flas me shumë, edhe janë gjëra që nuk i ndaj në publik, po flas me edhe me shumë personazhe që janë shumë të famshëm, shqiptar nga më të famshëm, goca, të cilat në momente të caktuara kur publikisht kanë dalë që janë ndarë. Madje njëra më shofer më ka thënë nuk e di DM-i im, tha, çfarë është bërë në DM-in e Instagramit. Dhe tha një gjë që s'kuptoja unë. Dhe tha Darina nuk e di, a ma shpjegon do ti, çdo me thënë, njëri i thoshte tjetrit që ti shkruante, flas për personazhe më të famshëm të Shqipërisë, dhe i thoshte ç'a do ta hap gojen. Dhe kjo tha, ore, po kush është ky njerë? Kush është ky që ç'a do të hap gojen? Dhe këtë e kam dëgjuar shpesh. Pra, që në një moment caktuar vinë kur ndodh një histori dhe shohin në turren, se tash kjo ndodh në gjithë botën, është si puna e xhunglës. Pra në xhungël kemi një vajzë shumë të bukur, kemi një vajzë islame, muslimane, e famshme, padyshim në fakti që je kjo që je, ka që qeshu, ka këshu, o nxit fantazinë e njerëzve për gruan ideale, patjetër, dhe grua ideale, etj. Dhe patjetër që ka do ketë dhe mësymje, siç i ka ndodhur kësaj, siç i ka ndodhur shumë mikeshave të mia që janë të famshme në Shqipëri, që marrin dhe thonë, besoj që e ke ndjerë dhe ti këtë budalliku që ndodh në DM. Kam pasur edhe pafund kërkesa të çuditshme. Pafund. Ka ndonjë kështu qesharake fare që do thoje? Qesharake janë gjitha, me thënë drejtë. Dhe unë nuk i marr dot seriozisht. Ka bërë koment, më ka bërë përshtypje një koment që më ka dhënë një djegës, të kisha marrë direkte për nuse, ama s'mbahesh se jesi 63. Ç've thënë? Që 63 që harxhon shumë. Benzin gjasme, po jeti versioni femrës që kërko. Se dje që harxhon këtë tuati. Tash direkte muhabeti sa harxhoj. Unë nuk është se i hap me thënë drejtën, as nuk i shikoj fare, unë biles kur më shkruajnë për kështu muhabetesh, nuk i marr dot për seriozisht, se më duket sikur kanë qef më shumë këtë pjesën që jam e famshme, se sa për të më njohur mua si vajzë edhe kush jam unë, domethënë. Më duket sikur kanë gjëra interes nga mrapa ose. Absolutisht. Sikur vetëm kanë qef. E vërtetë është, tash i herë me hatin edhe kaq. Po nuk më duket e përshtatshme. Po, ka qef edhe ato fabulën e tyre, duan të kenë fabulën e tyre tek shokët. Tash mund të jetë një atje i cili s'ka ku të takojë ty sepse ti mezi kapesh ose duhet bëj gara me makinë, po ti ke lënë gara tani. Kështu që ai do vazhdoj me shpejtësi, do tak të frenosh edhe iku dhe ai e humbi. Por gjithsesi, un kam një pyetje këtu se një pjesë të gjërave i folën, po më pëlqeu kjo. Nëse ka diçka për te faktit, për te buzëqeshjes tënde, për te faktit që je ka që zonja në komunikim që ke ndërtuar në rrjetet sociale, që ti do doje dhe duke marrë parasysh dhe gjithë ato zhurmë që ke krijuar, qoftë me muzikën që dëgjon një vajzë muslimane, ç'është është një gjë jote, një vlerë që do doje, ndoshta se ke thënë me zë të lartë, sepse ti je tek ai cepi yt te TikToku dhe nuk del as në televizion, as nuk bën moral që edhe unë të përgëzoj për këtë. Ç'është një gjë që do doje që djegësit e tu dhe kryesisht femrat më shumë të donin që ta merrnin nga ty? Me thënë drejtën, edhe pse jam pargjykuar shumë, unë e cilësoj veten si një person shumë thjesht. Jam një person i thjesht edhe kur ulem tavolinë me çfarë do lloj personi, unë di ta bëj një muhabet me të. Shtrohem, ulem, flas si normalisht. Nuk është se i dalloj njerëzit nga numrat e followersave apo nga llogaria bankare. Mua nuk më intereson shumë nëse ti më jep mua një muhabet të mirë, unë di të ta kthej dhe të respektoj po aq sa më respekton dhe ti mua. Pra këtë pjesë nuk e kam pasur kur problem. Jam një person i thjesht, këtë mund ta them me plot gojë. Ama për vajzat do thoja që mos të varen nga dikush tjetër për jetën e tyre. Jam dakord, çdo kujt i pëlqen, dhe i lezeton,
ama duhet edhe të punoj vetë. Duhet në mos të punoj të merret me diçka. Duhet merret me diçka sepse jeta është kaq e shkurtër, sa që në fund ditës nuk do mbash mend asgjë. Thjesht shkova bleva 1-2 gjëra, por nuk është vetëm kaq. Edhe pse jo ta shëtisin gjithë botën. Bota është shumë e bukur, edhe ka shumë gjëra për të parë. Më fol më shumë për më dhe më fol që për botën. Kush se të shohim që udhton shpesh. Kush janë vendi që të kanë bërë kalëmbresa? Edhe si udhton ti në ça bën udhti? Ç'lloj turiste, je turiste muzeumesh, je turiste restorantesh të shtrenjta, je turiste fotot e Louis Vuitton apo Prada? Varet me kë shkoj, varet nga grupi shoqëror, edhe varet nga vendi. Qofse bëhet fjalë për Dubai nuk ka shumë histori apo muze të ndryshme. Jo, shumë molle ka, shumë. Aty do shkosh për një makinë, për një çantë, për diçka luksi, edhe për restorante të shtrenjta. Pastaj shkove në Itali, është vibe komplet tjetër, je pak më klasike, aty ke muze, shkojmë, kam vizituar edhe shumë kisha, edhe njerëzve u bën shumë çudi kjo gjë, por ne nuk e kemi ndaluar që të vizitohet, nuk ke pse të shkosh ta dhurosh. Ti thjesht mund të shkon si një turiste për t'i parë. Absolutisht, është kulturë, është kulturë. Dhe më pëlqen pafund. Italia e kam në zemër, edhe Paris më ka pëlqyer goxha, por edhe Dubai pastaj për këtë pjesën e qefeve të moshës edhe këto gjërat e Dubai ka arkitekturën edhe ato jetën, po Italia çfarë pëlqen shumë? Ose di një vend që ka lëmbresa për shembull. Njerëzit kanë qenë shumë të respektueshëm. Edhe më ka bërë çudi se më përpara kam pas menduar që Europa ka mendim shumë të keq për vajzat me shami. Po, për pjesën e fesë. Por që më ka bërë shumë përshtypje që më komplimentojnë njerëzit në rrugë. Kur shkoj në Itali, njerëzit që s'më njohin fare ose bella ragazzi, ku di, domethënë, kaq italianë. Janë do ta bëjnë qefin atë janë të mirë. Po, dhe më pëlqej shumë, domethënë, e kuptoj që pa bëjnë qefin, po më lezeton. Në Shqipëri të ngulin sy të shohin si zona fal, duket, domethënë e kuptoj që po më merr mësysh, po më ha mësysh, vetëm duken pa fol fare. Edhe jam me veten kështu mashallah, se duhet me bollë për veten tate. Se të marr mësysh. Por që në Itali më pëlqen shumë edhe ushqimi. Unë vdes për spaghetti bolognese, edhe për lasagnet, gjithmonë me mish viçi, edhe pse në restorantet atje edhe bëjnë zakonisht me ragu derri, por që ja kërkoj, do më thoni, bëni do të viçi, po se bët, më thoni, se porosi, se ka porosi. Do respektoj atë, të festime, prapë, kudo që shkoj, dhe më thënë të ushqimet edhe të çdo gjë.